stadiumi që ka Alumini. Alumini është për alumini. Skuadra e kombinatit Aluminit në Kiliçev. Thënë këtu si kombinati këtu. Skuadra e kombinatit të Aluminit. Pra, ai që është pronari i kombinatit Aluminit ka bërë dhe skuadrë. Stadiumi i tyre është po t'i bie fort topi shkon dhe mbyll me 1000 vende është. Por është në zonë e Mariborit, për e kanë më të mirë Vlorë edhe Partizani thua, stadiumi. Por ata janë për herë të parë në Europë, s'ka qenë herë tjetër. Sigurisht kanë bërë disa blerje si vjet. Kishim 5 kroat, kishin 2 afrikan, por ki parasysh kampionati sloven gjithmonë është më lart se kampionati jon. Vitin e kaluar, Olimpia Ljubljanës eliminoi Ignati. Si vjet ka rënë për shans. Po vajte deri në çefinalen, po, për si vjet jemi në një ballafaqim të kampionatit. Ne kampioni jon ndeshëm me kampionin slovenisë. Po, edhe. Fituesja e kupës së Shqipërisë ndeshëm me fituesin e kupës së Slovenisë. Çfarë kush do fitoj? Alumini ka fituar kupën sepse në finale vjet i ka dalë një skuadër kategorisë 2. Okej. Pra, por ne nuk kemi mundësinë të tolerojmë askën. Është shumë e rëndësishme për Dinamos kalimi i turit. Në turin e tretë, në fillim mendoj që mund të ishte sepse i bie me Steaua ose Audun e Letonisë, pra me fituesin. Por Auda shkoi fitoi në Bukuresht, e fitoi 3-2 dhe ishte skuadër shumë e mirë. Kështu që mbaroi një herë punën tënde në detyrat e shtëpisë dhe pastaj shkoi te turi tjetër. Edhe Dinamo ka lëvizje në formacion, i ka nikur disa lojtarë që vendosin edhe për mënyrën e lojës, nuk e fshit dhe Bregu, Nani, Beqa, që janë lojtarë shumë të mirë, Berisha, po ashtu që Bernard Berisha, plus që ka lojtarë dëmtuar, se mos lojtarët e kraut, Neziri dhe Maliqi, që ndikojnë të skuadra, lojtarët e rinj që kanë ardhur ende nuk janë përshtatur në skuadrën, dhe skuadra është në rindërtim e sipër. Vjet, skuadra ishte më përgatitur. Pse? Sepse turin e parë e kaloi pa luajtur fare, turin e dytë luajti me Andorrën dhe kur erdhi Hajduku e kishte marrë nga arkesën skuadrën. Gjithsesi, është ndeshja e Tentes në Elbasan që do vendosi. Klubi i shërben shumë, kalimi i turit parë patjetër, po ti ke ardhur në turin e dytë me një skuadër të kalueshme. I shërben dhe financiarisht dhe si emër. Shiko, Dinamo në 60 vjet pjesëmarrje në Kupën e Evropës, 3 herë kishte kaluar turin. Pra, kalojtë me skuadra shumë të mëdha, me Ajaxin, me Austrinë e Vienës, me Aberdeenin, me Kudion, por me Sportingun e Lisbonës, po 3 herë ka kaluar turin. Në 2 vitet e fundit, e ka kaluar 3 herë. Dhe është gati të kalojë të 4. Patjetër që duke qenë me koeficient nisi me koeficient 0, sepse kishte 15 vjet që smerte pjesë, pra koeficienti e dëmtoi. Po të kishte koeficient e Partizanit, që syri fare, ose Vllaznis, se kishte koeficient të lartë ato. Dhe edhe timon që ti të kesh kundërshtar më të ulët. Puna e vazove, si puna e vazove. Ne nuk e kemi mundësinë që të themi më të ulët, po të bie një kundërshtar i pranueshëm. E kalon Dinamo, jo me tifozik, të inflas tani. Dinamo do të kishte fituar ndeshjen që atje. Që atje. I kishte mundësit, nuk e fitoi, mundësit i ka prap është favorit për ta kaluar, por është një gol e fillon nga 0-0. Pra me rregullat e reja, ndeshja fillon nga 0-0. Kështu që për Dinamon besoj që nuk do të vijë rast tjetër në turin e dytë të ketë një skuadër qoftë dhe slovene, po të këtij niveli. Merr pjesë për herë të parë. Ata kanë qenë në UEFA Europa League, po eliminuar nga Sheriff Tiraspoli. Edhe kaluan ato. Në 4 ndeshje zyrtare, që kanë bërë tani kanë shënuar vetëm një gol, ai goli që bëna ditë me Dinamo. Kalojmë te Ignati me Celën. Ndërkohë, Celi sigurisht është një skuadër shumë eksperte. Ignati edhe vitin e kaluar është eliminuar nga Olimpia Ljubljana e Slovenisë. Ignati si vjet është më mirë se vitin e kaluar. Ndryshe nga vitet e tjera është kujdesur, jo thjesht ta ruaj grupin, por edhe ta përforcojë. Dhe lojtarët që kanë marrë janë lojtarë shumë të mirë. Unë dhe për ndeshjen e kaluar, se arrita ta shoh nga televizori në Sloveni, unë mendoj që Ignati humbi ndeshjen për shkak të taktikës së zgjodhi. Unë se kisha parë Ignatin tonë me 3 qendrëmbrojtëse. Dhe një skuadër eksperte, ata slovenët, edhe kombëtarët slovenë nuk bëjnë lojë të bukur, nëse ke parë. Ata janë shumë rezultativ. Dhe luajnë shumë thjesht, janë të fortë fizikisht dhe janë ekspertë në goditje standarde. Pra, kjo është një gjë që Ignati duhet ta kthejë në të mirë të vet. Edhe për Ignatin ndeshja sot fillon 0-0. Nëse Ignati kalon sot, ka siguruar grupet e Conference Ligës. Le t'i humbi gjithë ndeshjet e tjera. Sot, çdo rezultat që e kualifikon,
Egnatia për herë të parë do futet në grupet e Conference Ligës dhe do arri më në fund të kthejë mbrapsht pjesësh të fondeve që ka shpenzuar për të kurarë skuadrën. Se vetëm po hyrën grupe, kthehen automatik. Kështu që ne fitore Egnates është në të mirë, jo vetëm të klubit Egnatis, por edhe të kampionatit shqiptar, sepse i rrit koeficientin gjitha dhe ndihmon së tepërmi, por nga ana tjetër është një arritje që po shkoj larg. Po shkojmë gati 10 vjet që nga Skënderbeu i Korçës që shkoi në grupe. Ne duhet të jemi prezent. E kemi patur vetë fajin deri tani, se kemi qenë pa përgatitur momentin decisiv. Investojnë gjithë viti, ku dhe punët e Europa. Dhe aty nuk e përgatitur. Si vjetë Egnati ka për të kundërtën, dhe unë besoj dhe kam shumë shpresë se sot Egnati e ka shumë të vështirë, me thënë drejtën, tash qeli e skuadrë shumë eksperte, Slovenët të vënë në gjumë, bën një lojë të mërzitshme, por ajo është mënyra atyre për të tërhequr në Grack edhe për të goditur. Kështu që do të ishte në të mirë dhe të kampionatit që të dyja skuadrat tona të mundi 2 skuadrat e Slovenisë, sepse dhe si rang ne tregonim që jemi në një rang më lart. Gjithsesi thash është shumë e rëndësishme sot që Egnati të jetë së pari e kujdesshme, së dyti të jetë e vendosur mirë në fushë dhe së treti të besojë të kualifikimi. Tan, shumë faleminderit. Kënaqësi gjithmonë bisedoj me ty, të uroj një javë sa më të mbar. Kalofsh bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej, dhe shumë këto ishin zhvillimet që kishim sjellur për sot. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencë 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolega Nenci Islamuka për zhvillimet kryesore. Bashkë do shihemi sërish nesër në orën 12. Deri atëherë kalofshi bukur.